Delova, Pasarada, Demoko nga fillimi, se Demoko nga fillimi, okej. Reshbecaj, Muslija, Erval Krasniqi, okej, Tresha Sulmit, Muriqi këtë. Rashica Muriqi. Okej. Muslija me ndënë që njësë nga fillimi? Po, besoj që po Muslija do ta merr atë pozitën ku lujti Miloti ndeshjen e parë mas Sulmusit, me sushori Sulmus. Nuk është që ka pas Muslija edhe shumë minuta në ekipin ku luan. Po për kualitetin që e ka, edhe pse s'ka pas shumë minuta, unë besoj që mundet me luani në 90 minutë pa problem. Okay. Tash këto mungesat që i përmend edhe ti detyrojnë me bo lëvizje kanëherë, po besoj që ka me kone dura se Muslija ne kena pa dhe në lojtë e fundit me Kosovën ka zhvilluar ndeshje të mira me asistime, është një lojtar që ka vizion. Edhe po besoj që ka me dhënë maksimumin në këtë takim. Demokun e pam bën një paraqitje shumë të mirë, si debutim interesant. Po, në pjesën e dytë kur u inkuadru, i dha ritëm lojës me ndërprerjet aksioneve, e patë një pasim shumë mirë për Rashitën që doli në rast të mirë. Po, vetëm për tjerë, domethënë u tregu si me qenë pjesë e ekipit që sa vjet. Po besoj që ka me qenë. A që është prurje pozitive Demoko? Po, besoj që është prurje pozitive, ka kohë që them që mes fusha është ajo që na ka qenë mangte na për shumë vjetë dhe ardhja e Reshbecajt veç u konfirmu që është super zgjidhje me lojtë e tij tash edhe me gollën, domethënë po kthehet si një lider në ekip edhe një lojtar që merr përgjegjësi në momente kur i duhet ekipit. Me mbrojtje kemi qenë okej, me portier kemi qenë okej, me sulm mos flasëm, po me fusha ku ajo pjesa që na ka bërë. Që nga largimi i Kryezit, po. Kemi qalu, tash e kemi edhe rritin e Lindën e Morllaut edhe të Zybës që kanë kaluar në kampionate më të forta, tash gradualisht deri sot e gjejnë ritmin, po besoj që janë dy lojtarë me tarme shumë të madhe të na dhe në momente që janë nisin me pas minuta më shumë si tek Kluzi, si në ekipin që ku është Zyba. Okay. Ka me kondi lojtarë që kanë rrit konkurrencën, e rëndësishme është me pas konkurrencë çdo pozitë. Po. Tash na jem të fol për 4 mungesa që i kem, po prap ekipi që ka me kondi 11 startuese po duket e mirë, stabile. Po, ka konkurrencë vërtet. Po. Se për shembull Berisha mund të zëvendësohet lirshëm ndoshta me Demoko. Po. A pse? Po, në fakt u kritiku shumë foda për inkuadrimin e Berishës në ndeshjen e parë që nga fillimi. A pajtohesh me këto kritika apo mendon që tash masi veç e nxurr mas 45 minuta, po besoj që edhe kartoni lujti rol. Po. Lujti rol që mos me rreziku me ndaj ndërprerje të aksionit me një karton dytë edhe Berisha është një prej lojtarëve që i ka dhënë më shumë te ekipit kombëtar, do të më cek. Tash ai ka orë koha që ai mos me kon startues, ka raste kur çdo. Po nëse sheh paraqitjen në ekipin ku lun, Berisha ka paraqitje më shumë në sezona, më shumë se Zyba dhe se Morllahu. Po. Realisht minuta në kamp, po. Po, nëse folëm në slum ligën e Austrisë, që po besoj liga e Austrisë është nivel më i mirë. Më nalt se Çekia dhe se Rumania. Po. Është një lojtar me karrierë të madhe, domethënë çat folëm për Berishën, veç është domethënë kaluar Bundesligë, Ligue 1, Serie A. Është një lojtar mirë, po mosha e bën vetën edhe